miq të Prizmës. Sot është bërë të ka filluar dje, por është bërë një debat i madh për mbi atë që konsiderohet grindje e Alfred Lelës edhe Grida Dumës në emisionin e saj. E para po jap konsideratën time për emisionin e Gridës. Sigurisht është në vijshmërinë e atyre emisioneve ku marrin pjesë njerëz të paguar për të mbajtur qëndrime, të anuar, jo me interesa politike, po me interesa ekonomike, televizionesh, pronarësh edhe lobesh nga më të ndryshme. Njerëz që sigurisht nuk përbëjnë opinionin e përgjithshëm, po bëjnë opinionin e atyre që duan të përfitojnë nga ai opinion. Emisionet të cilat drejtohen dhe kanë si qëllim sigurisht o rikatin, ose përfitimin, ose devijimin e të vërtetës dhe shkatrimin e saj, ose thjesht lojën që bëjnë midis 10 vetave, 15 vetave që ftohen, maksimumi i tyre, për të mbajtur po të njëjtin qëndrim i cili sigurisht nuk ka të vërtetën në bazë, as të drejtën, por interesin. Edhe kjo është edhe Grida Duma, sigurisht një ish deputete, njëri i cili sigurisht është i gjykuar dhe paragjykuar për qëndrim, se sigurisht po t'jesh deputete sado që t'jesh e pahançme, dhe që nuk merren fort me këtë pahançsinë, se me këtë abuzohet shumë. Njëri duhet jetë ai që është, duhet t'japi të drejtën e të folurit në moderim, po mendjen e vete ke me vete dhe mund ta përdorësh si ta kesh, jo të urdhëruar ose udhëzuar. Në momentin që je kështu, pastaj nuk je më i vërtetë dhe kjo është zero me bisht. Njerëz të tillë të vërtet nuk marrin pjesë ke emisioni Grida Dumës, sepse as Grida nuk ka aftësi ta bëjë këtë punë, sepse nuk është e tillë vetë. E për më tepër i ftuari, i cili sigurisht është i anuar plotësisht, sepse është ai njeriu që nuk është se po kontrollon Sali Berishën, se Sali Berisha nuk e kontrollon askush, por ka një rol mediatik, politik në Partinë Demokratike. Edhe normalisht, sigurisht midis këtyre dy njerëzve mund të ketë edhe xixa edhe të tilla të afërsisë dhe provokimi, për shembull, në temën e famshme që ishte se ku janë njerëzit e Partisë Demokratike kur digjet pallati, pallatet digjen kudo në botë, si me les xhame, si pa les xhame, si të ndërtuara mirë, si të këqij do keq, se më thanë, do të digjen edhe janë djegur, bile ka pas edhe viktima. Në këtë rast nuk kishte as viktima. Dihet edhe politika që hyn mes, sepse kush jep lehet, dhe çfarë është firma, kush është firma, firma mund të jetë më tepër e Sali Berishës, e Partisë Demokratike se e Partisë Socialiste, ndikimet pse folët se s'folët, jo folëm, jo s'folëm, jo çat bëshim më tepër, jo pse s'folët, ti do të shkosh tu, fillon drejtimi i gishtit. Mirë po të shi, me gjithse unë nuk e uneps do të dhe nuk e ta manë është fjalla, nuk e në uneps Alfred Lelën. A i drejtimi i gishtit i Grida Dumës i bën si e forta e femrave të Shqipërisë, është një nga mungesat e jashtëzakonshme, jo vetëm të edukatës, etikës dhe estetikës njëkohësisht, një femër që drejton një gisht me thua kështu, ta bën kështu. Alfred Lela nuk i ka thënë gjë, sa çfarë mund t'i thoja unë. Fati madh. Po të më drejtojnë gishtin mu, imagjino se ç'shnoll me atë që më drejton gishtin. Jo vetëm që është gest katunaresk, arrogant, i shëmtuar. Dhe tjetë kush dojë, Alfred Lela, çrëndsi ka. Gjithë njerëzit përfliten këtu, sepse Facebooku përflet gjithkën. Në ato momente nuk ishte duke thënë një gjë. Këta mos më drejto gishtin. Edhe kjo vazhdonte të nxjerrë jashtë, të bëj këtë. Në këtë rast nuk mund të jem kaq kundërshtar i Alfred Lelës në këtë pikë, sepse nuk është se bëri një gjë të madhe. Po bënte politikën e partisë tij, po mbronte interesat e tij. Provokacionet të një tjetri ulur aty dhe biseda që kishte me të, kishte ndërhyrjen e pa takt që një drejtuese e emisioni, e cila do të mate qëndrimin e saj. Qëndrimin mund ta mbash, por me gisht s'duhet të drejtohesh. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë, jo vetëm Grida e famshme,
apasionante dhe e mrekullueshmja e gazetarisë shqiptare, që ka qenë deputete dhe kur e mbyllën brenda atje që e rrethuan këta të Berishës, nga jashtë, po sulmonin, ta ishin mbyllur brenda ata po sulmonin jashtë. Kjo është Partia Demokratike në fakt. Kaq është, jo, më tepër se sa kaq. Nuk mund të drejtoj me gisht. Të drejtosh me gisht, domethënë të kesh mungesën e jashtëzakonshme të kulturës dhe etikës gazetareske. Këtë tash nuk ja ha kërkush Grita Dumës. Ndash të jetë femër, ndash mashkull, kur të bëjnë me gisht, janë njerëz të cilët ju duhet kthyer menjëherë përgjigja dhe ashpërsisht. Fjala e parë është mos ma bën me gisht mua. Fjala e dytë është po ashtu si e Leles, atë gishtin shko fute ku të duash ti, po me gisht mos më bëj. Jo ti jetë Grita Dumë, po të çohen nga varri edhe Hitleri bashkë me Duçën dhe me çfarë janë këta, kriminalet e mëdha dhe kriminalet e sotëm. Ai që të bën me gisht, domethënë do përgjigjet menjëhershme. Edhe këtë përgjigje e donte edhe Grita e famshme. Drejtuese e madhe, ish e dashura i fundit Salinjari dhe ish deputetja e Partisë Demokratike, zëdhënë shtypi dhe drejtor shtypi i së cilës është edhe Alfred Lela. Është një grindje brenda llojit dhe kjo grindje brenda llojit është pikërisht pse janë brenda llojit, se kështu është ai lloj. Prandaj dhe grinen, se janë brenda llojit. Dakord miqtë mi?